Ndërsa në Kosovë njihet si një prej investitorëve më të mëdhenj në Shqipëri, emri i Samir Manës është shfaqur në një dosje voluminoze të SPAK-ut për pastrim të dyshuar parash, ku përmendet në lidhje me projektin Green Coast në Palas. Mane, një oligark nga Shqipëria, dyshohet për lidhje me paratë e fituara nga trafiku ndërkombëtar i drogës, e të cilat qarkullueshin në industrinë e ndërtimit. Operacioni, i cili konsiderohet si një nga goditjet më të mëdha kundër pastrimit të parave në historinë e Shqipërisë, nxjerr në pa historinë e qarkullimit të 10 miliona eurove nga trafiku i drogës direkt në industrinë e ndërtimit. E hetimet e SPAK-ut zbuluan transaksione në vlera 10 miliona euro dhe veprime të tjera formale e juridike, të cilat kishin për qëllim final pastrimin e parave. Protagonist kryesor i dosjes është Luciano Koçeku, një 45 vjeçar i dyshuar për drejtimin e një grupi kriminal që merrej me trafik ndërkombëtar të drogës. Paratë të cilat i kishte fituar nga tregu i kokainës, Koçeku bashkë me bashkëpunëtor synonte të pastronte formalisht. E për të arritur këtë synim, ata dyshohet se kanë investuar paratë e krimit në një numër ndërtesash në Tiranë, e përfshirë edhe ndërtesa ikonike si Garden Building tek rruga e Kavajës, por edhe në shumë parcela toke e vila në Bregdetin e Jugut, në zonën e Palasës dhe Gjilekës. Në këtë skemë të dyshuar të pastrimit të parave përfshihet edhe emri i Samir Manës. Sipas dosjes së SPAK-ut, lidhja me të krijohet përmes projektit Green Coast në Palas. Nga komunikimet të cilat përfshihen në dosjen hetimore, një prej personave nën hetim, Luciano Koçeku, i njohur edhe si Artur Koçeku, u kërkon bashkëpunëtorëve të kontaktojnë me Zamirin, për të cilën hetuesit dyshojnë se bëhet fjalë për Samir Manën, lidhur me një projekt ndërtimor në Palas. Biseda të cilat janë zhvilluar mes viteve 2020 dhe 2021. Sipas dosjes, grupi synonte zhvillimin e një kompleksi me rreth 40 villa dhe një hotel me 120 dhoma. Në komunikimet e përgjuara, Koçeku pretendon se kishte biseduar me Manën dhe se ky i fundit kishte kërkuar rreth 3 milion euro për ta përfshirë tokën në projektin Green Coast. Në bisedën e datës 24/02/2021, personi nën hetim Artur Koçeku i shkruan personit nën hetim Alfredo Hamzaj se ka folë liri me Zamirin, domethënë Samir Mane, dhe ky i fundit i ka thënë se do 3 milion euro që ta përfshijë tokën e Alfredo Hamzajt në kompleks, thuhet në dosjen e prokurorisë. SPAK dyshon se një pjesë e kësaj shume, rreth 1 milion euro, mund të jetë dorëzuar cash. Një bisedë tjetër të përfshirë në dosje, një nga personat nën hetim pretendon se marrëveshja me Samir Manën ishte arritur dhe se projekti do të realizohej si zgjerim i kompleksit luksos Green Coast në Palas. Nga analiza e bisedës arrihet në përfundim se marrëveshja me Samir Manën është që ky i fundit të marrë pagesën prej 3 milion euro dhe do të kryejë ndërtimin e 40 vilave, nga të cilat 20% do të jepin personit nën hetim Alfredo Hamzaj sipas dosjes. Si pjesë e hetimeve, gjykata ka urdhëruar sekuestrimin e disa pronave të lidhura me projektin Green Coast, si dhe të telefonit të Samir Manës. Samir Mane mbetet një nga biznesmenët më të fuqishëm në rajon. Ai është themeluesi i grupit Balfin, i cili ka ndërtuar një perandori biznesi në sektorin e tregtisë, pasurive të palojshme dhe ndërtimit, me aktivitet në disa vende të Ballkanit dhe më gjerë. Shtrirja e Manës përfshin edhe Kosovën, ku përmes kompanive të grupit të tij ai ka operuar prej vitesh në tregun kosovar, e kryesisht në sektorin e shitjes me pakicë dhe ndërmarrje të mëdhaja industriale. Në regjistrat e bizneseve figurojnë mes tjerash kompani si Neptun Kosova dhe Kidzone. Emri i Manës është përmendur edhe më herët në raportime mediatike në Kosovë. Kështu në vitin 2020 u raportua se Prokuroria Speciale kishte nisur veprime hetimore lidhur me pretendimet për fshirjen e mbi 7 milion eurove detyrime. Tatimore të Ish Newco Ferronikel Kompleks, kompani që në ato kohë ishte në pronësi të grupit të tij. Në Kosovë, hetimet ndaj Samir Manës nuk kanë përfunduar me akt akuzë, ndërsa në Shqipëri dosja SPAK-ut vazhdon të jetë në fazën hetimore.